Ushtria turke përforcon armatimet e trupave të saj në kufirin me Sirin. Pak ditë pas rrëzimit të një avioni luftarak Fantom 4 nga forcat siriane, ngjarje që tensionoi marrëdhëniet mes dy vendeve, një karvan i përbër nga rreth 30 automjete ushtarake ku përfshieshin edhe raketahedhës dhe arma antiajrore, u vendosën në zonën kufitare në provincën bregdetare të Hatayit. Automjetet u zhvendosën nga bazat ushtarake në kufi pranë vendit ku rrëzua avioni. Vendimi i Turqisë për të shtuar forcat vjen 2 ditë pasi kryeministri Recep Tayyip Erdogan njoftoi ndryshime të rregullores në ushtri. Ai u tha deputetëve se Siria ishte një kërcënim i qartë, por çdo ushtar sirian që do t'i afrojë kufirit do të trajtohej si kërcënim dhe si objektiv ushtarak. Trupat janë vendosur në qytetin Yayladagi dhe në provincën Hatay. Tensionet në rajon do të diskutohen në takimin e Këshillit të Sigurimit, ku do t'jeti pranishëm edhe presidenti turk Abdullah Gül. Ndërkaq, shpërthime janë dëgjuar jashtë një kompleksi gjykatash në qendër të kryeqytetit Damask. Sipas televizionit shtetëror bëhet fjalë për një shpërthim terrorist në një makinë të parkuar pranë Ministrisë së Drejtësisë. Raportime pati edhe për përleshje në periferi të Damaskut në Duma, ku aktivistët thonë se kanë gjetur vdekjen 4 persona.